Ka përmenë Allah në Kur'an, edhe Kur'anin e ka mërtuar dhe me shumë e emërtime, me shumë nocione. Një ndërtoj ka thonë nur. Kur'ani është edhe dritë, edhe është vërtet dritë. Se parares Kur'anit, dunjaja, këtë gjithësia, globi, ka qenë në erësirë. Me një fjallë, këtë zi e mazi ka qenë. Edhe dritë atë është ka me shpërda në 4 anët e botës. Edhe ka me eliminu çdo padrejtësi, çdo mizori, çdo ignorancë dhe xhailet që vetëm bota rënkonte. Vetëm bota është sa më e rëndë ishte me xhailet, me ignorancë, me vezet dhe dukryt i këqija. Që ato ditë ishin qasët më të bukura të dunjas. Dunjaja që atë ditë ka frymu më mirë. Ato shpejt e bukura ku i përpolojnë djetarë, thotë sikur se njeri kur tek burgit, janë momentet më të mira tjetës, sikur se me linë për zdyti, sikur se dunjaja ka linë tash për zdyti. Se marrën e Kuranit edhe dunjaja, edhe oksigjeni, edhe shpezët ndryshojnë. O lezër, e keni po në Ramazan, këtë ndryshon. Shpija, njerëzit, edhe gjënat e ngurta ndryshojnë. Hajet marrin qetërshije. Allah i më shërof më lajku dhe ke për mu binë se me të vërtet marrën Ramazan çdo se ndryshon. E keni po thot çat ushqimin që keni të shtëpia në iftar, sofrën që e keni, me ato parametrat ushqimit, supën, hajën, urmën, ushqimin, gjellat, sallatat, çat ato njëjtë ato. Mi marr jashtë Ramazanit se ka ato ndjenja ato shija. Çat ato njëjtë, pa mungu asnjë. Merri edhe integrojnë në muajin e Ramazanit. Shumë më ndrysheve. Ku di thot çka mshevet në trues, në atë sofër, në atë gotën me ujë dhe. Monime, Kurani jep përmasa, jep influencë çdo se në shka është anësh. Për shembull dhe unë për veti, e ndjej ku shkoj dhe në Mekë dhe në Medinë. Qetër është xhamia Mekës, Medinës me xhamia tona. Edhe tham nuk mund me ndodh vetëm për hatër të numri i madh njerëzve që vinë, që ati bëjnë dhikër, kajnë, pendohen, përgjërohen, sa dhikra bajnë, sa istighfar, sa Kur'an. Tash me 1000 herë, me milione herë, aja ndikon të pik, aja ndikon beton, aja ndikon tek muri, aja ndikon të ambienti, edhe shumë është sak. Çdo se ndikon të adish. Tash Kur'ani për njerë që ka zbrit në dunja, ka marrë për masa tjera, edhe ka frymu më ndryshe dunjaja. Monën me ku është Kur'ani, çdo sen ka hajr dhe bereqet, çdo sen. E kam provu një të time, fjallin e djetarë të selevit që kanë thonë, kur kam pas dëshirë me pas bereqet në ardit, kam nëzu shumë Kur'an. Vallaj, thumme, vallaj. Gjdo arun për veti që kam bot dozën e madhe të Kur'anit, gjithë mon ardit kam pas bereqet të hadashëm. Si aspektin fizik, si aspektin ndjenja. Nëse kam nëzu e kam pas zakon 30 faqe, 40 faqe në dit, e kam shtu në 70, 80, abe kështu, abe diqfar bindje, pa kur far dyshimi. A di, sigur se me pas, s'këtë si me atë rëgu, si mërveshje me Zotit, abe s'ka qara se ta pas bërqet, edhe është mëse e vërtet. Kështu ka ndodhe me njerëzit që e tregojnë. Kër ka pyet një djalë në nënë vetë, thot, ajnan, gjithmonë kur e marrë ushqimin ti, një ushqim thjesht, shumë makanet e lezetshëm. A thua vallë, çka i ban ti që e ban as lezetshëm? Çka ka dëni marifet? Kto që përën në kuzhinë e din. Mos ka dëni marifet, i fut diçka që na nuk e dini, dëni element. Edhe thot, nana është munu maksimalisht mos m'ja tregu, mos me spalos se ka qenë për sekreti, jo sekreti i marifetit, artikull të ushqimit, po diçka tjetër e msheft. Ai disër djali ka të nduksu me tendencë, trego, deri sa është detyru, unë e ka thëmë qereve djegar, thotu. Unë ushqimin kër e maroj, jo që kam dëni marifet, dëni recept, diçka të veçantë. Nuk i fuz dëni veget ma tepër, apo dëni diçka krep, apo futi diçka, sikur që këto që e kanë zanatin e tyre që është arti i gjellave, thot një gjithë, thot unë e bëj. Unë për momentit që janë njëse me pregatit ushqimin, unë shka bëj ushqim edhe bëj dhikër. E bëj ushqimin, thëmë subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah. Edhe minjeri kupton, thot, vetëm për hatër që e përmenë Allahun nana duke e gatu ushqimin, kjo je pshije dhe lezet. Ndërsa sot të na, jo që me përmenë Allahun, të na, si të tregojnë disa xhallarë, ushqimin që marrojnë nënat e tona, ketë me, jo me bekime, ketë me mallkime. Baron ushqim, ku shko djalë, po dalë me ecë. Zoti ta marr qafën, ta thef qafën. Shejtani, to shpejt e këqia ndikon e të ushqimin. Për shembull ti pa ushqim edhe lexo Kur'an.
Pa dhe ai lezet është ushqimbe. Futët ato molekulat e ajeteve në haje dhe në pije, kjo ndikon pas edhe në lukë.